Para me jënë dy superzonja. Njëna gazetare e tjetra muzikologe. Po që kjo e ka emrin e njëjtë me mu. E na Blerina zakonisht jena shumë të mira, apo bre Blerin? Jemi të mira edhe po më duket që ta mirëmi me artë. Edhe jemi në çdo aspekt që thashme. Oh, bravo Blerina! Ashtu? Fiks, topi se lun. Blerin, kom një që tash vetë sa e këthy prej Amerikës. Po. Qysh ka qenë Amerika? Qysh mund është me krahasu me Kosovë? Pak a shumë, edhe pse pak problem, po me fjalë tua. Nuk kisha mujt me bo krahasim mes Kosovës dhe Amerikës asese, se Amerika është një botë krejt ndryshe. Vesh na jena ma mirë, është qare. Pa tjetër, në fillim kur shkova më nesha se është ma mirë këtu, po ma ndej kur u ktheva, pyetëm se çfarë diferencë posh. Qysh ka qenë ky vit që po e lëm pas për Blerinën? Ka qenë një vit kitë ndryshe, ndrohet parë unë kam shkuatje me punu në shfaqje. Shfaqje teatrale, kemi marrë pjesë në festivalin e teatrove të New Yorkut, unë kam punu një shfaqje si kompozitore. Mandej, gjatë kësaj kohë kam njoftu shumë artist, shumë njerëz të mirë atje, edhe kam qëndru bukur shumë një periudhë gjatë. Edhe ka qenë një jetë krejt ndryshe, sfida të ndryshme, kam njoftu shumë shqiptar, shumë njerëz të mirë, edhe shqiptarët atje ishin me atë mentalitetin, ta them qysh ka qenë shqiptarët ma heret këto të një në Kosovë. Qashtë qysh kanë shku kanë betë. Unë e them se kanë betë shumë të mirë. E kanë rujt atë mirësim po, prej këtu. Po, edhe ishin shumë mikprecë dhe më kanë ndihmu shumë. Shumë mirë. Çfarë eksperiencë ose qysh ke kalu atje në teatr që të ka bërë një përshtypje ekstra që kështë mujtë me veçu si moment? Kam qenë shqiptarja parë që kam punu muzikë në shfaqje atje, bashkë me Djarxhani, mandej e njëjta shfaqje ka fitu edhe në dy festivale tjera, por nuk kemi arrit me shku, se kemi fitu edhe në Indi edhe në Manhattan në një festival tjetër. Po, çka muj me veçu ka qenë edhe puna ime që kom bo me Albanian American Relation Council atje. Kemi organizu një galla mbrëmje ku kanë marrë pjesë presidenti e Kosovës, presidenti i Shqipërisë, mandej shumë deputet amerikanë. Edhe kam njoftur shumë figura eminente, ajo ka qenë diçka që kam e mbeti çdo herë në kujtim. Se nuk kisha mujt me pas qasje të ato figura, mos kishte ndodha e galla mbrëmje. Atëherë unë mendoj që na Blerina definitivisht jena model. Që çfarë Blerine? Një duar trokitje për Blerinën dhe për arritjet e saj të jashtëzakonshme jashtë vendit, e cila hap edhe shumë dyer për të rinjët tonë, për Kosovën, për artin e Kosovës në përgjithësi. Faleminderit Blerina, kënaqësi që të kemi sonte.